Pas 5 dekadash, ish maturant të vitit 1976 të shkollës profesionale teknike në Korçë, u rikthye në ambientet e shkollës për të kujtuar vitet e rinis, miqësitë dhe përvojat që kanë ndarë gjatë kohës së studimeve. Takimi u shndërrua në një moment emocionesh, reflektimi dhe mirënjohje për institucionin që u dha formimin e parë profesional. Të pranishmit ndan kujtime nga vitet e shkollës dhe vlerësuan rolin që arsimi profesional ka luajtur në jetën dhe karrierën e tyre. Është diçka domethënë fantastike, nuk unë përfityroj tani djemtë dhe çupa se kështu ju them unë, sikur jemi në atë moshë, pavarësisht se fizikisht jemi thinjur edhe kemi vite në kuris, po dashuria dhe respekti nuk kanë ndryshuar asgjë, nga ana shpirtërore flas. Kurse nga ana profesionale njerë kemi, domethënë, kjo shkollë na ka dhënë domethënë njohuritë e nevojshme që arritëm ta përballojmë jetën. Morëm zanat, unë tornitor, njëri frezator, domethënë i dham shoqërisë. Edhe kjo është më mira. Kishim një staf të mrekullueshëm, profesorët të nderuar, shumica janë larguar nga kjo botë dhe ne i kujtojmë me mallë, me dashuri. Është një jetë e thërë që nuk kemi takuar, sepse koha erdhi e tillë që njerëzit u larguan, shehoj pas secili punë e vet dhe falë këmbguljes sonë bëm këtë realizim të takimit maturës, janë gjëra shumë të bukura, që njeriu t'i bie një jetë ta përsëritë, ta jetojë. Kjo shkollë ka qenë nga më të mira ndoshta në Republikë. Të nxirrte kuadro të gatshëm për ekonominë tonë. Ne dilim kuadro me kategori të lartë dhe hynin direkt në prodhim. Ne kemi dhënë shumë vendit, kemi punuar shumë në përvepra edhe në ndërmarrje të ndryshme ku kemi punuar të gjithë. Ndjejmë shumë mall për të shkollë dhe mendoj që duhet të stimulohet shkolla profesionale, sepse profesionizmi është ajo që çon ekonominë përpara. Pjesë e aktivitetit ishin edhe ish mësues të shkollës, të cilët kujtuan me nostalgji brezin e vitit 1976 dhe vlerësuan arritjet e ish nxënësve të tyre ndër vite. Tash i kanë kaluar 50 vjet. Dhe kjo është një diçka e veçantë që të emocionon dhe që në kujton breza dhe nostalgji që kemi për ato vite. Nxënësit tanë në atë periudhë ishin nga qyteti, ishin dhe nga shatrat, me konvikt. Atë që vinim re, ishte mobilizimi tyre, interesi tyre për shkollën, për mësimin, të interesuar për çdo lloj aktiviteti në shërbim të tyre dhe të shkollës. Në atë periudhë ne kishim vajza dhe djem dhe shkolla ishte në një nivel shumë të lartë. Këtu vinin nxënës të përzgjedhur dhe nga këta të përzgjedhurit, unë si mësues matematike synoja më shumë dhe ata që ishin shumë cilësor, të cilët i impononja që të ishin akoma më mirë, duke i survejuar domethënë gjithë aspektin e punës së tyre. Këto brezat e parë që kanë qenë, gjithmonë kanë mbetur gjithmonë në kujtesën tonë, se kemi qenë dhe mësues të rinj dhe ishim shumë të fiksuar në lidhje me nivelin që kishin këta, sepse kjo shkollë në atë kohë vinin me bursë dhe vinin dhe nxënës dhe cilësor dhe të lloje të ndryshme. Megjithatë ishte problemi që këta ishin nxënës shumë të mirë, shumë të sjellshëm, shumë të edukuar, edhe konviktorët, edhe ata që ishin në Korçë dhe në përgjithësi na linin në mendjen tonë sa kujtime sa më të bukura. Gjatë takimit u përcoll edhe një mesazh për brezat e rinj, duke i nxitur ata të zgjedhin arsimin profesional si një rrugë të vlefshme drejt tregut të punës. Ish maturantët dhe mësuesit vlerësuan se profesionet e fituara në shkollë mbeten një aset i rëndësishëm për zhvillimin personal dhe ekonomik, ndërsa ritakimi pas 50 vitesh dëshmoi lidhjen e fortë që shkolla krijon mes brezave.